Të nderuar përfaqësues të medjave, faleminderit për praninë tuaj. Të gjithë të rinjt në të gjitha komunat meritojnë të kenë këndin e tyre. Prandaj edhe jam i lumtur që edhe të rinjt e komunës së Zhelinës do të kenë një qendër kulturore rinore. Bashkë me zotri Nexhat Kurt, drejtori i përgjithshëm i TAF Maqedoni dhe kryetarin e komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu, vizituam Godlinën që ndodhet pas meje, që do jetë shtëpia e re për të rinjt e Zhelinës dhe rrethinës së saj, që është realizuar nëpërmjet programit TAF, me të cilën realizohen projekte infrastrukturore në të gjitha komunat e vendit. Me këtë tregojmë se realizojmë projekte janë në mban vendit, por ajo që duhet të theksoj është se janë projekte për të cilët kanë aplikuar vetë komunat, që do të thotë se janë prioritet të dala nga kërkesat e vetë banorëve. Qendra kulturore rinore në Zhelinë, sipas projektit dhe zotimit të qeverisë, tani është në përfundim me sipër, ashtu siç ishte paraparë në kontratën e nënshkruar me komunën e Zhelinës, sipas buxhetit të parashikuar për rreth 300.000 euro deri në fasadën e jashtme të objektit. Ajo që i mbetet komunës si detyrim është vendosja e interierit, pas shka banorët e Zhelinës, veçanërisht të rinj, do të kenë një hapësirë ku do të mund të shprehin dhe zhvillojnë potencialin e tyre krijues për realizimin e ideve dhe projekteve të reja të rëndësishme për zhvillimin e Zhelinës. Kjo godin do të jetë shtëpia e tyre e dytë, nga e cila presin të dalin shumë diskutime dhe ide për përparimin e brezave të ri. Jam i lumtur që deri tani kemi mbi 76% realizim të projekteve të nisura me programin TAF dhe që realizimi i këtyre projekteve të rëndësishme po ecë sipas dinamikës së paraparë. Nga gjithsej 82 projekte të filluara me vlerë prej 49.7 milion euro janë përfunduar 60, ndërsa 22 të tjera aktualisht po punohet. Për 10 projekte të mbetura, punimet do të nisin këto ditë. Ju faleminderit.